Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Sot në Kuvend, kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani tregoi se që nga viti i kaluar e deri më tani janë 18 prokurorë të kërcënuar dhe të marrë në mbrojtje bashkë me familjet e tyre. Për vitin 2024 kanë qenë rreth 11 prokurorë që kanë bërë kërkesë dhe u është miratuar kërkesa për të patur mbrojtje të plotë, jo vetëm për ata, por edhe për familjarët e tyre. Aktualisht deri tani për vitin 2025 janë 7 të tillë. Bogdani ka dhënë shpjegime edhe për vonesën në zgjedhjen e kreut të Byros Kombëtare të Hetimit BKH. Lidhur me procesin e drejtuesit të Byros Kombëtare të Hetimit, në komunikim me strukturat e prokurorisë posaçme antikorrupsion, për shkak të verifikimeve disi të zgjatura të aplikimeve për kandidatët, besohet që rreth datës 10 nëntor të finalizohet procesi. Me 79 vota, socialistët të rrëzuan raportin e paraqitur nga opozita që kërkonte shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi. Ky raport mori vetëm 10 vota nga vetë opozita. Koleg, hapet votimi. Mbyllet votimi. Janë 79 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Projektvedimi nuk miratohet. Më herët demokrati Ivi Kaso ju drejtua me këtë thirrje Niko Peleshit. Dua t'i drejtohem me një apel personal dhe krejt sinqert kryetarit të Kuvendit. Ik përpara votimit dhe jep dorëheqjen. Zgjidh dinjitetin tënd përpara detyrës partisë. Do t'ikësh vërtet pa dinjitet, por të paktën do t'i kthesh drejtimin e Kuvendit kryetarit të vetë real, atij që sot drejton grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe është ulur pranë teje. Deputeti socialist Damian Gjiknuri. Dhe le të shërbejë kjo dhe njerëz si mësimi mirë, të respektojnë shtëpinë tonë, të respektojnë njëri tjetrin. E kanë thirrje shumë njerëzore këtë. Qytetarët do ta humbin akoma më shumë besimin tek ne, teksa na shohin ne që kacafytemi me njëri tjetrin. Ne mos kujton se jep të drejtat i vërtet më shumë. Unë nuk besoj se ju s'keni argumenta po të doni të flisni, po ju vetë nuk doni të flisni. Niko Peleshi deklaroi. Kur ne vendosim gjuhën politike si armë, duke folur për kolegët tanë si armiq, ne kontribuojmë në një kulturë politike në të cilën dhuna, qoftë retorike apo fizike, bëhet opsion. Në rastin më të keq, kultura që kemi lejuar të zhvillohet, i kthen diferencat politike në kërcënim ekzistencial. Pra vret, qytetarët fillojnë të shohin ata që votojnë ndryshe, jo si fqinj me prioritetet ndryshme, por si armiq që duhen mundur me çdo kusht dhe me çdo mjet. Unë bëj thirrje sot për një ndryshim themelor në kulturën parlamentare, një ndryshim që njeh rolin ton si shembull demokratik dhe pranon peshën ton në çdo përgjegjësi. Jashtë sallës së Kuvendit, Berisha reagoi kundër mënyrës si u bë votimi për Niko Peleshin. Berisha tha se duhej të kryhej votbesimi. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Paris për të marrë pjesë në forumin e paqes, nisme e presidentit francez Emmanuel Macron dhe që dje e priti në Pallatin Elize. Në forumin për çështjet e politikës ndërkombëtare, Rama buri në dukje se Europa nuk është në më të mirën e saj, teksa theksoi se nuk ka plan paqeje dhe as autonomi. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë ishte një tjetër temë për të cilën Rama tha se bashkëpunimi rajonal është e vetmja rrugë drejt stabilitetit dhe paqes, me shprehjen sa më i lumtur komshia aq më e lumtur shtëpia, e duke evidentuar bashkëpunimin në çdo shtet në rajon. Rama tha se Kosova është i vetmi problem që Shqipëria ka me Serbinë. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Vrau me cik vizitorin 42 vjeçar nga Tirana pas sherrit për Kalin. Gjykata e Beratit la në burg autorin Kristo Mema, i njohur edhe si Konstantin Oxhaj, 63 vjeç. Autori shprehu pendesë, deklaroi se gjithçka ndodhi në gjak nxehtësie sipër, duke pretenduar se viktima e kishte ofenduar. Në sallë ju kërkoi falje dhe familjarëve të viktimës. Gjykata e Vlorës la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për 32 vjeçarin Hajri Bajrama, i cili 2 ditë më parë përplasi me makinë, duke e lënë të vdekur 17 vjeçarin Leandro Shametaj në bulevardin e Vlorës. Bluda arrestua në flagrancë me një herë pas aksidentit, kur u konstatua se po qarkullonte me shpejtësi tër normave të lejuara dhe në efektin e alkoolit. Lajme nga rajoni.
Presidentja Vjosa Osmani i thirr kryetarët e partive politike në një takim për nesër në mesditë, ndërsa Kosova vazhdon përpjekjet për formimin e një qeverie të re, gati 9 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. I mandatuari i parë, Albin Kurti, i partisë fituese Lëvizja Vetëvendosje, dështoi të fitonte votat e mjaftueshme në kuvend për të zgjedhur qeverinë e re. Departamenti Amerikan i Shtetit thë se veprimet konstruktive të javëve të fundit nga Asamblea Kombëtare e Republikës Srpske ndikuan vendimin për të hequr sanksionet Milorad Dodikut, po ashtu 10 individëve dhe kompanive të lidhura me liderin e serbëve të Bosnjës. Dodik ishte sanksionuar për shkelje të marrëveshjes së Daytonit për paqen. Lajme nga bota. Pas marrëveshjes me kolegun kinez Xi për mineralet e ralla gjatë takimit në Korenë e Jugut, Trump njoftoi se tarifat amerikane për produktet kineze do të ulen në 47% nga 57 aktualisht dhe se Washingtoni e Pekini zyrtar do të punojnë së bashku për një zgjidhje të luftës në Ukrainë. Në lindjen e mesme vija ndarëse mes armëpushimit dhe bombardimeve mbetet e brisht. Disa media palestineze po raportojnë sulme të reja ajrore izraelite në rripin veriore qendror të Gazës. Ushtria izraelite që kishte njoftuar rifillimin e armëpushimit këtë mëngjes, shpjegoi se goditi një kërcënim urgjent. Në Spitalin Universitar Sant'Andrea në Rom u krye transplanti i arterjes pulmonare i pari ndonjëherë te një pacient me kancer. Procedura që përfaqëson një moment historik për kirurgjinë tarokale përfshinte një grua me kancer 87 vjetat që i kishte pushtuar arterien pulmonare të majt. Operacioni i përfshinte heqjen e plotë të mushkërisë së majt e zvendësimin e arterjes së smur me një transplant nga një donator. 5 persona janë arrestuar nga policia franceze duke u dërguar në paraburgim si pjesë e hetimit për vjedhjen në Muzeun e Louvrit në Paris më 19 tetor. Njëri prej tyre është ndër të dyshuarit kryesor, njoftoi prokuroria. Objektet e çmuara me vlerë 88 milionë euro nuk janë rikuperuar ende. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikola. Unë jam Ermelda Mithasani. Kjo është Top Albania Radio.